Fundjava regjistron rritje të numrit të turistëve të huaj në Vlorë nga vende të ndryshme, duke preferuar qytetin bregdetar, por dhe atraksione turistike të qytetit. Jo vetëm lungomare, por edhe drejt Sazanit dhe Karaburunit, duke treguar ndoshta se tashmë sezoni ka nisur. Për guidat turistike në Vlorë, të huajt shfaqin mjaft interes për Vlorën, ndërsa kanë dhe kërkesat e tyre për pika turistike të ndryshme, mes të cilave edhe ishulli Sazanit dhe gadishulli Karaburunit, duke treguar se dhe këtë vit Vlora mbetet një destinacion kryesor. Në Art Memina i tregon se turistët shprehen mjaft kënaqur dhe her pas here nuk mungojnë dhe surprizat e bukura si delfinët në det, duke sjellë dhe kënaqësi për turistët. Po, ne kemi afro një muaj të them që ka pasur pak kërkesa, por me ardhjen e prillit kërkesat janë shtuar. Turistët kanë interes të vizitojnë Sazanin, shpellën e Axhia Lis dhe Karabrunin. Gjithashtu dhe për të gjitha brigjet mbas Karabrunit, mund të themi Grama dhe Shpella Blu, po për momentin për shkak të temperaturave nuk mund të shkojmë atje. Dhe për shkak të Sazanit që është i mbyllur, ne mundohemi t'i çojmë deri afër dhe ata të shikojnë ndërtesat e vjetra, qytetin e vjetër, ishullin e Sazanit nga varka. Ndarjen e dy deteve, detin Adriatik dhe detin Jon, i cili është në pikën në mes të Sazanit, mundohemi këto gjëra të shkojnë nga varka, të tregojnë atraksionet që ka qyteti. Muajin e kaluar kanë qenë më shumë anglez, por ka indian, anglez, francez, polak nga Hollanda, por shumica janë francez. Kur kthehen nga udhëtimi, vendet tona janë mrekulli dhe janë shumë të kënaqur nga udhëtimi. Pjesa më e madhe dëgjojnë nga shokët të tyre që kanë qenë vjet apo më përpara dhe ua rekomandojnë, gjithashtu në rrjetet sociale dëgjojnë për Shqipërinë, sepse ne i pyesim nga e kanë gjetur në vendin tonë për statistika. Parashikimet mendojnë që mund të jetë 2 fishi i vitit të kaluar. Kanë qenë pak a shumë 10 delfina, ne kemi pasur edhe më përpara vizitorë të tillë, po dihet të them të drejtën ka qenë era e parë që ata kanë ardhur te Bashi Gomone, si i themi ne, dhe luani në Gomone, ishte vërtet mahnitse. Në këtë periudhë nuk mungojnë turistët nga Anglia, Holanda apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shumë prej të cilëve e cilësojnë një eksperiencë shumë të bukur vizitën e tyre në Vlorë dhe Shqipëri. Jam nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po, është era ime e parë këtu, shumë bukur. Tani do të vizitojmë edhe vende të tjera. Unë jam nga Holanda, bukur, shumë mirë. Do të shkoj tani edhe në Karabrun. Birmingham. Jam nga Birminghami në Angli, është era e parë në Vlorë. Çfarë më pëlqen? Të gjitha gjërat. Këtu ka shumë diell dhe ushqim, por edhe bira është okay. Më pëlqen klima, deti. Birmingham. Edhe unë jam nga Birminghami në Angli. Jo, për mua është hera e dytë në Vlorë dhe në Shqipëri. Do të vi prap, padyshim. U riktheva se këtu është shumë mirë. Keni një klimë mjaft lezetshme dhe vend shumë të bukur. Dielli është fantastik. Edhe pse sezoni turistik ende nuk ka nisur zyrtarisht, Vlora vijon të mbetet një nga destinacionet kryesore me turistët e huaj që kërkojnë destinacione turistike, ndërsa e cilësojnë Vlorën një vend atraktiv.